Ka pas planifikim për sulm, të cilat janë parandaluar në kohën e dur. Dhe nuk sulm ndaj kampit apo ndaj personave? Sulm ndaj personazheve. Ndaj personazhe, për t'i vrarë këtu. Shiko, nuk synohet sepse kampi, domethënë popullsia ka qenë rreth 2000, kanë ardhur 2000, 3000, dakord, por nuk synohet çdo element i kampit për të goditur. Synohet leadershipi gjithmonë. Dhe leadershipi konsiderohet i rrezikuar në çdo moment, mendoj unë, dhe ata marrin masat e tyre për lëvizjen e leadershipit. Çështja është që në aspektin taktik ushtarak, ekspertët ushtarak mund të flasin më mirë për këtë pjesë, por nga ajo që unë di, është që Irani nuk e ka kapacitetin të sulmojë me raket kampin e mujahedinëve të nuk ka rrinë kjo. Nuk ka rrinë kjo. Edhe kjo, edhe bazuar në një analizë tjetër që pa dashur të nënvlerësojmë kapacitetin ushtarak të inteligjencës, po themi, të Iranit, dhe është gabimi më i madh nëse bëhet ajo, pavarësisht se Irani në këto momente ndodhin në situatë shumë të vështirë, po themi, nga sulmet që po i bëhen, nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli, nuk duhet nënvlerësuar, dhe kjo është një element që e ka çdo ushtarak apo çdo strukturë e forcave ligjzbatuese apo të inteligjencës, që kundërshtari asnjëherë nuk nënvlerësohet, sepse në këto momentet e agonisë që mund të jetë Irani, mund të bëjë dhe në një sulm ndaj personazheve të caktuara të kampit. Unë them që aktualisht nuk është vendi dhe koha që ne të përhapim panik, por nuk do të thotë që ne, meqense Irani nuk e ka kapacitetin ushtarak të dërgojë dron apo raketa, ne të rrim të qetë.